Kastriot Joaj është gazetar në gazetën e përditshme Koha Ditore, i cili shkruan për sektorin e sigurisë. Para një muaji, për shkak të një shkrimi që ka shkruar për një vrasje të trefisht, është kërcënuar, jo vetëm ai, por edhe familja e tij. Kërcënimet e fundit kanë qenë përmes njerëzve, jo në telefon. Ka pas edhe telefonata, mirë po kërcënime ka pas edhe përmes njerëzve. Kërcënimet kanë shkuar në familje. Jam detyru për shkak të aty në kërcënime se i kam pas jam detyru me marrë poshem në punë. Në ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, gazetarët në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me kërcënime nëse u kapen temave hulumtuese, që ndodh zakonisht për njerëzve e autoriteteve që s'kan dëshirë t'ju dalë vërteta në shesh. Janë disa raste të vrasjes së gazetarëve, flasim më herët për gazetarin dhe redaktorin Enver Maloku, pastaj për Gjemal Mustafën, për Shefkit Popovën, për Bekim Kastratin, për Bardhyla Jetin, për plagosjet që kanë ndodhur dhe fatkeqësisht deri tash asnjë rast nuk është ndriçuar plotësisht. Kjo në një mënyrë flet për problemet që ekzistojnë në institucionet e hetësisë, por njëherësh edhe dekurajon gazetarët të jenë pjesë më dinamike e hulumtimit dhe plasimit të së vërtetës. Ndoshta ky do të ishte një rast i mirë që këto raste spaku institucionet që janë përgjithëse të japin një sqarim se deri ku kanë arritur hetimet. Ngjashëm ka ndodhur me Fatmire Tërdecin, gazetare e cila është plagosur më 24 shtator të vitit 2004, pasi që kishte botuar tema të ndryshme që kishin të bënin me kontrabandë dhe korrupsion. Ajo para disa vjetësh është plagosur në shpatull, derisa ka qenë duke u kthyer nga Drenica në Prishtinë, diku brenda territorit të Drenicës, është qelluar me plumb kur kjo ka qenë në detyr e cila po lëvizte. E di se në atë kohë ajo ka qenë shtatzën, ka qenë nga fundi i shtatzënisë, mirë po ka arritur që të mbjetoj ajo edhe foshnjë. Nuk më kujtohet saktësisht çka është ndërmarrë. E di se diçka janë kërkuar që të bëhen hetime etj, po nuk më kujtohet. A e dini çka ka ndodhur me ato hetime? Jo, nuk e di. Ne kemi disa raste të cilat ende nuk janë ndriçuar, në mesin e këtyre rasteve kemi edhe rastin e gazetares Fatmire Tërdeci. Do të thotë policia është duke punuar me një intensitet të madh, me një intensitet të shtuar sa i përket këtij rasti dhe ndriçimit të këtij rasti. A është e vërtetë që po flitet se dosja e Fatmire Tërdecit është zhdukur? Nuk është e vërtetë, do të thotë që dosja e Fatmire Tërdecit është zhdukur. Po për raste tjera të vrasjes gazetarëve që kanë ndodhur pas luftës, çka është ndërmarrë për këtë? Unë nuk mund të veçoj ndonjë rast konkret, në përgjithësi sa i përket rasteve të cilat ende janë do të thotë në duart e policisë, është duke u punuar. Shërbimi policor i Kosovës punon me një intensitet të shtuar dhe me një përkushtim të shtuar sa i përket këtyre rasteve. Gazetarët në Kosovë, përveç mbeten të pasiguruar për jetën e tyre, në tregun medial ata ballafaqohen edhe me problemin që nuk u nënshkruan kontratat e punës. Pa kontratat të punës, ata nuk paguajnë taksa e pensione, por edhe shumë lehtë mund të largohen nga puna. Kam qenë redaktor në Botën Sot, edhe më kanë largu për punë pa asnjë arsye. Në kom zgjedh rrugën e disa kolegëve të mi që kanë protestu para një djavë, më duket më 12 prill kanë protestu këtu para grondit, e kanë Selim këtu afër. Kanë Selim e kanë protestu disa gazetarë sepse është mohu çdo e drejtë. Është më 14 paga që kanë pagu një jetë, dikuj 5, dikuj 6, dhe më thonë aty s'ka rregull, dhe në paguën parat për gjepin. Në 20 shtator 2007, Rustem Rugova e padit gazetën Bota Sot për shkak të borxhit që i kanë dhe për shkak që nuk kanë nënshkruar kontratë pune me të. Sot e kësaj dite ai nuk është paguar. Për të marrë anën tjetër të kësaj ngjarje, ne kontaktuan drejtorin e tanishëm të gazetës Bota Sot, zotrin Tegi Dervishin, i cili nga ne u informua për këtë rast. Bajrush Morinën, redaktorin e tanishëm të kësaj gazete, Beqir Subonin, redaktor në atë kohë, Ismet Jajagën, përgjegjës për financa, Ganim Metaj që ka qenë drejtor për Bota Sot në atë kohë,
Dhe të gjithë këta nuk dëshë të flasin për kamere, por falin ja gjujtën Xhevdet Mazrekaj, i cili ndodhet në Zvicër, dhe asnjë nuk është kthyer në Kosovë. Një pjesë e madhe e gazetarëve nuk kanë kontrata pune, nuk u paguhen detyrimet të cilat u japin një siguri për të ardhmen. Pastaj hedhen rrugë shpesh kur dëshiron pronari apo dikush nga përgjegjësit e medias. Dhe sekreti edhe kur shkojnë në vende të cilat janë të ndihshme nuk janë të siguruar. Gazetari që zgjedh këtë profesion, si të them, është i nemën që ta ndjek të vërtetën vazhdimisht, dhe e vërteta shpesh mund të jetë e hidhur në kuptimin e ndriçimit të problemeve. Duke pasur parasysh pozitën cilën janë proceset në Kosovë, mos funksionimi duhur të institucione veçmas të gjyqësisë, të prokurorisë, hetursisë e tjerë, e gazetarët kërcënohen dhe janë të pambrojtur. Asnjë prej vrasjeve të gazetarëve në Kosovë ende nuk është sjellur para drejtësisë. As edhe rasti plagosjes gazetarës së Devsi nuk është zbardhur. Madje as që dihet se kush ka tentuar ta vrasë. Këto raste mbesin të pazgjidhura, e gazetarët mbesin të eksponuar ndaj rrezikut për jetë. Thuaj se ky rrezik nuk mjafton. Ata duhet të ballavaçohen edhe me mungesën e kontratave, që nuk kupton se ata duhet vrapojnë pas pagave të cilat nuk i marrin. Unë jam Jeta Abazi për emisionin Jeta në Kosovë.